Kjo është fotografia që në përditshmëri e shohin qytetarët e komunës së Sarajit, të cilët për nevojat e tyre udhtojnë në rrugën që e lidh Sarajin me fshatin Raçe. Se kur do të zgjidhet ky problem, televizioni Shenja e pyeti kreun e komunës së Sarajit Muhamet Elmazi, i cili tha se komuna nuk qëndron duar kryq dhe punon në vazhdimsi për menjanimin e këtij problemi. Tha se në bashkëpunim me policinë ndërmerren edhe masa ndëshkuese për të gjithë ata që hedhin mbeturina në hapësirat publike. Inspektorati komunal edhe ai qytetit Shkupit bëjnë punën e tyre për çdo ditë dhe ka raste të cilat janë të denoncuara, ka raste të cilat kanë përfunduar në polici. Duke marrë parasysh se është zonë industriale, Elmazi jep një sihariq, duke thënë se ndërtimi i objekteve për industri të lehtë, që pritet të fillojë së shpejti, në këtë zonë do të zgjukë mbeturinat dhe ky problem do t'i takojë të kaluarës. Po, sihariqi më i madh e kësaj pjese është se për shpejt kohë fillohet ajo pjesë është zonë industriale, është e kategorisë të industrisë së lehtë dhe gjithë ato investitorë të cilat kanë toka private, për shpejt kohë do fillojnë me ndërtime dhe kjo do t'i takojë të kaluarës. Kjo nuk është hera e parë që televizioni Shenja raporton për problemet me deponit ilegale në Saraj dhe jo vetëm. Për deponit ilegale, javë më parë foli në debat në Shenja edhe Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor Muhamet Hoxha, i cili deklaroi se zgjidhja e këtij problemi janë qendrat rajonale për grumbullim të mbeturinave.